Autoriteti rrugor shqiptar njofton se qarkullimi i mjeteve zhvillohet normalisht në të gjitha akset rrugore të vendit, pas përmirësimit të kushteve atmosferike gjatë natës. Rreshtet e të Borës kanë pushuar, ndërsa aktualisht territori është i përfshirë nga rreshtë shiu me intensitet të ulët deri në mesatar dhe temperatura në rritje. Grupet e punës dhe mjetet borpastruese kanë qenë në terren gjatë gjithë natës për pastrimin e rrugëve nga gurët dhe inercet, si dhe për shpërndarjen e kripës në segmente ku ka pasur rrezik për ngrica. Në qarkun e Elbasanit, situata paraqitet normale, pa probleme në qarkullimin e mjeteve dhe në rrugët kombëtare. Prefektura e Elbasanit konfirmon se nuk raporton situata emergjente dhe se akset nacionale e rurale janë të hapura, përfshirë dhe aksin Elbasan-Qafthan, ku gjatë natës temperaturat kanë qenë pozitive dhe pa ngrica. Problemet nga temperaturat nën zero janë evidentuar vetëm në segmentin Borov-Ura-Cernecit, ku është hedhur krip. Ndërkohë në qarkun Shkodër, si pasojë e rreshjeve, është shembur rruga në aksin Ura-Shtrenjt-Prekal në vendin e quajtur Shkallë-Logjë, duke u bllokuar për arsye sigurie. Autoritetet bëjnë me dije se po punohet për vlerësimin e dëmtimit dhe normalizimin e qarkullimit. Borpastrueset kanë qenë në punë për mbajtjen hapur të akseve qafthore-Theth dhe Tamar-Vermosh. Në Lezhë janë regjistruar rreshje të konsiderueshme shiu, por nivelet e lumenjve beten nën kuotat e rrezikut, ndërsa hidrovorët janë në funksion të plot. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës dhe u bën thirrje qytetarëve të ndjekë njoftime zyrtare dhe të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit.